Kapitulli 1. Në fillim. Biblia na tregon se si filloi kjo botë, befasuese në kompleksitetin dhe jetën e saj, për mënyrën se si u krijuar njeriu dhe arsyen pse u krijuar ai, se si njerëzimi është rebeluar kundër krijuesit të tij dhe e shpërfill atë, si edhe na flet për mallkimin e tmerrshëm të vdekjes, mallkim të cilin Perëndia e dha për shkak të mëkatit të njerëzve kundër tij. Pikërisht për shkak të mëkatit ton kundër Perëndisë. Biblia na thot se ne jetojmë që nga dita kur lindim me dënimin e vdekjes mbi kokë. Ne nuk kemi shpresë, nuk kemi gëzim as paqe të qëndrueshme dhe reale, vetëm vdekja na pret. Qofshim të pasur apo të varfër, të fortë apo të dobët, skllëvër apo të lirë, të sëmur apo të shëndetshëm, së shpejti duhet të vdesim dhe më pas, siç na thot Biblia, duhet të qëndrojmë para krijuesit ton dhe t'i tregojmë atij pse kemi shpërfillur atë dhe ligjet e tij të drejta. Është Perëndia, jo njeriu ai që do të na gjykojë sipas ligjeve të tij, jo sipas ligjeve tona. Asnjë fe, asnjë filozofi, asnjë njeri në historinë e botës nuk na ka treguar se si të shpëtojmë nga ky mallkim i tmerrshëm përveç Biblës. Në fillim, Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pa formë dhe zbrazët, sipërfaqen e humnerës e mbulonte errësira dhe fryma e Perëndisë qëndronte pezull në fluturim përmbi faqen e ujrave. Perëndia tha, të bëhet dritë, dhe drita u bë. Perëndia vuri re se drita ishte e mirë, dhe Perëndia e veçoi dritën nga errësira. Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën e quajti natë. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi. Dita e parë. Pastaj Perëndia tha, të bëhet një hapësirë midis ujrave që ujrat të ndahen. Kështu Perëndia krijoi hapësirën dhe i ndau ujrat që gjendeshin nën hapësirë nga ujrat mbi hapësirë. Dhe kështu u bë. Këtë hapësirë Perëndia e quajti qiell. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi. Dita e dytë. Pastaj Perëndia tha, të mblidhen në një vend ujrat nën qiell dhe të shfaqet toka e thatë. Dhe kështu u bë. Steren e thatë, Perëndia e quajti tokë. Dhe mbledhjen e ujrave e quajti dete. Dhe Perëndia vërejti që kjo ishte mirë. Atëre Perëndia tha, toka të prodhoj bimësi, bimë që japin farë, si edhe pemë frutore në tokë që japin fryt me farë në të, sipas llojit të secilës. Dhe kështu u bë. Toka nxori bimësi, bimë që japin farë sipas llojit të vet, dhe pemë që japin fryt me farë në të, sipas llojit të tyre. Dhe Perëndia vërejti që kjo ishte e mirë. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi, dita e tretë. Pastaj Perëndia tha, të bëhen ndriçues në hapësirën e qiejve për të ndarë ditën nga nata. Ata do të shërbejnë si shenja për festat, si dhe për ditët e vitet. Ata do të jenë ndriçues në hapësirën e qiejve për t'i dhënë dritë tokës. Dhe kështu u bë. Perëndia bëri dy ndriçues të mëdhenj. Ndriçuesin më të madh për të sunduar mbi ditën dhe ndriçuesin më të vogël për të sunduar mbi natën, si edhe yjet. Dhe Perëndia i vendosi në hapësirën e qiejve për të dhënë dritë mbi tokë për të sunduar mbi ditën e natën, si dhe për ta veçuar dritën nga errësira. Dhe Perëndia vërejti që kjo ishte mirë. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi, dita e katërt. Pastaj Perëndia tha, ujrat të mbushen me gjallësa dhe shpendët të fluturojnë mbi tokë në përhapësirën e qiellit. Kështu Perëndia krijoi qenjet e mëdha të detit dhe çdo gjallësë që lëviz dhe gëlon në ujë, secilën sipas llojit të saj. Ai krijoi gjithashtu çdo shpend me flatra, secilin sipas llojit të tij. Dhe Perëndia vërejti që kjo ishte mirë. Kështu Perëndia i bekoi. Jini të frytshëm, shumoni dhe mbushni ujrat e deteve
dhe shpendët të shumohen mbi tokë. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi, dita e 5. Pastaj Perëndia tha: "Të prodhoj toka gjellësa sipas llojit të tyre, bakti, zvarranik dhe kafshë të egra të tokës sipas çdo lloji." Dhe kështu u bë. Perëndia krijoi kafshët e egra të tokës sipas llojit të tyre, baktit sipas llojit të tyre dhe zvarranikët që rrëshqasin mbi tokë sipas llojit të tyre. Dhe Perëndia vërejti që kjo ishte mirë. Më pas Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëltyrës sonë, në ngjasi me ne. Ata do të sundojnë mbi peshqit e detit, shpendët e qiellit, baktit, tërë tokën dhe zvarranikët që rrëshqasin mbi tokë." Kështu Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së vet atij. E krijoi atë sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. I krijoi ata mashkull dhe femër. Perëndia i bekoi dhe u tha: "Jeni të frytshëm, shumohuni, mbusheni tokën dhe nënshtrojeni, sundoni mbi peshqit e detit, shpendët e qiellit dhe çdo zvarranik që rrëshqet mbi tokë." Gjithashtu Perëndia tha: "Ja, unë ju kam dhënë çdo bim që jep far mbi sipërfaqen e tërë tokës dhe çdo pemë fryti i së cilës përmban far. Ky ushqim do të jetë për ju, për të gjitha kafshët e egra të tokës, për çdo shpend i qiellit dhe për çdo zvarranik që rrëshqet mbi tokë, për gjithçka që ka frymën e jetës në të. Unë e kam dhënë çdo bim të gjelbër si ushqim." Dhe kështu u bë. Perëndia vështroi gjithçka që kishte bërë dhe ishte shumë mirë. Erdhi mbrëmja dhe më pas mëngjesi, dita e 6. Kështu u përfunduan qielli dhe toka si dhe tërë çka ishin ato. Në ditën e 7, Perëndia e përfundoi punën që kishte bërë. Dhe në ditën e 7 reshti nga gjithë ajo që kishte kryer. Perëndia e bekoi ditën e 7 dhe e shpalli të shenjtë sepse atë ditë ai reshti nga gjithë ajo që kreu gjatë krijimit. Këto janë regjistrimet për qiellin dhe tokën për sa i përket krijimit të tyre në kohën kur Zoti, Perëndi, bëri tokën dhe qiellin. Deri më tani nuk kishte rritur mbi tokë asnjë katshub dhe ende nuk kishte mbir asnjë bim me fushës sepse Zoti Perëndi nuk kishte bërë të binte shi për mbi tokë e nuk kishte njeri që ta punonte dhe on. Por nga trualli dilte lagështi dhe vadiste krejt faqen e tokës. Atëre Zoti Perëndi e formoi njeriun prej pluhuri nga toka dhe fryu frymën e jetës në flegrat e hundës së tij. Dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Zoti Perëndi mbolli një kopësht në Eden në lindje dhe aty vuri njeriun që kishte formuar. Zoti Perëndi bëri që nga toka të mbinte çdo pemë e këndshme nga pamja dhe e mirë për ushqim, duke përfshirë pemën e jetës në mes të kopshtit, si dhe pemën e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Zoti Perëndi e mori njeriun dhe vendosi në kopshin e Edenit, që ai ta punonte dhe të kujdesej për të. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun: "Je i lirë të hash nga çdo pemë e kopshtit, por nuk duhet të hash nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, patjetër që do të vdesësh." Nga të gjitha kafshët e egra që Zoti Perëndi kishte krijuar, gjarpëri ishte më dinaku. Ai i tha gruas: "A ka thënë vërtet Perëndia nuk mund të hani nga asnjë pemë në kopësht?" Gruaja i tha gjarprit: "Ne mund të ham frytet nga pemët në kopësht, por për frytin e pemës në mes të kopshit, Perëndia ka thënë mos e hani, as mos e prekni, përndryshe do të vdisni." "Jo, ju nuk do të vdisni," i tha gjarpri gruas. "Në fakt Perëndia e di që kur të hani prej pemës, do t'ju hapen syt dhe do të jeni si Perëndia, do të njihni të mirën dhe të keqen." Atëre gruaja vuri re që pema ishte e mirë për ushqim dhe e këndshme për të parë, si edhe që ishte dëshirueshme për të fituar mençuri. Kështu ajo mori pak prej frytit të pemës dhe hëngri.
I dha saj edhe burrit të saj që ishte me të, dhe ai e hëngri. Atëherë burri dhe gruaja e tij dëgjuan zërin e Zotit Perëndi duke ecur në kopësht në kohën e fllatit të mbrëmjes, dhe u shehen prej pranisë së Zotit Perëndi ndërmjet pemëve të kopshtit. Atëherë Zoti Perëndi i thirrri njeriu dhe i tha: "Ku je?" Dhe ai u përgjigj: "Të dëgjova në kopësht dhe u friksova nga që isha lakuriq, kështu që u fsheha." Pastaj ai e pyeti: "Kush të tha se ishe lakuriq? Mos ke ngrënë prej pemës që të kisha urdhëruar të mos haje?" Atëherë burri u përgjigj: "Gruaja që ti më dhe të më qëndronte pranë, ajo më dha fryt prej pemës dhe unë hëngra." Atëherë Zoti Perëndi e pyeti gruan: "Çfarë është kjo që ke bërë?" Dhe gruaja u përgjigj: "Gjarpri, ai më mashtroi dhe unë hëngra." Perëndia i tha gruas: "Unë do të t'i shtoj dhimbjet e lindjes. Ti do të lindesh fëmijë me vuajtje. Do ta dëshirosh burrin tënd, por ai do të sundojë mbi ty." Dhe ai tha Adamit: "Nga që ke dëgjuar zërin e gruas sate dhe ke ngrënë nga pema për të cilën të kisha urdhëruar, mos ha prej saj, dhe u është mallkuar për shkakun tënd. Do të hash prej tij me punë të mundimshme tërë ditët e jetës sate. Ai do të prodhojë gjemba dhe therra për ty dhe ti do të hash bimët e fushës. Do të hash bukën me djersën e ballit derisa të kthehesh në dhe, nga që prej tij u more, sepse pluhur je dhe pluhurit do t'i kthehesh." Adami e quajti gruan e tij Evë, sepse ajo ishte nëna e të gjithë të gjallëve. Zoti Perëndi bëri veshje prej lëkure për Adamin dhe gruan e tij dhe i veshi ata.